Janë bashkëpunimet ato që më së shumti po zëvën këto kohëve të fundit. Këngëtarët tanë po sjellin duete të paparashikueshme. Si duket, kjo punë është bërë trend. Nëse nuk bën duet me dikënd, nuk je en këtë verë. Bashkëpunimet gjithandej në Kosovë e Shqipëri, përzierje zhanresh. Por çka në të vërtetë mendon një këngëtar? Cila është e mira e të bërit duet me një këngëtar tjetër? E shohim materialin e parë për këtë mbrëmje. Ky vetë përndryshon gjithçka sa i përket bashkëpunimeve, si duket këngëtarët tanë janë gjitur për njëri tjetrin e s'po din të ndahen. Që kur filluam të shijojmë të nxehtë, tingut e këngëve të reja na shoqëruan në çdo hap. Nga muaji prill e deri më sot po vëllojnë bashkëpunimet. Cili është interesi i bashkëpunimeve sipas këngëtarëve? Mendoj se është një hap më ndryshe dhe më interesant për publikun këtë rast. Me shumë dëshire kom pranu bashkëpunimin edhe kena punu tamam me nxjerrni një këngë që edhe i për 70 momentit bëhet diçka që na flani vetë. Është një prim të re, është një insan të ri që kam pru ka dy. E filluan ndër të parët këtë vit Kapital T dhe Alban Skënderaj me këngën e tyre Një ëndër, që për një muaj mblodhi rreth 1 milion klikime. Si bashkëpunim mendohet të jeti suksesshëm, por që ja nuk doli me klikime ashtu si të linte përshtypjen dueti. S'mendoj që i mungon kurrë, mendoj që krejt komponentet që i duhet një bashkëpunim mi pasi ka. Edhe se përket pranimit njerëzit e kanë pranu shumë mirë edhe është një këngë që faktikisht ju jep motiv edhe ju jep shtytje për vazhduar çka do të janë të bëjnë. Pse Kapitali dhe Albani vendosën të kenë një këngë së bashku me që të dy këndojnë krejtësisht zhanre të ndryshme? Jam një shumë i privilegjuar në fakt. Do të thonë, për këtë testë më ka bërë se është edhe artist shumë i vjetër në skenë dhe shumë i suksesshëm. Përveç tjera shumë edhe vetë personalisht e ngaj. Ndryshe nga trimi, Zamfina Ismaili nuk kishte asnjë duet përveç se dy motra një frajer me Adelinën. Motrat. Tashmë Zamfina ka ndryshuar mendimin nga vitet e kaluara. Ajo po sjell një duet realizuar me reperin nga Mama Shqipëri Noizën, i cili pritet së shpejti të finalizohet me videoklip. Ideja ka qenë një bashkëpunëtorit tonë përbashkë, në këtë rast temit edhe të Noizët, edhe ka shumë edhe e ti ideja na që në qysh moment paru pajtum. Mendoj se ka qenë nevojshme unë mu paraqit me një duet, sepse qysh nga viti 2005 kur e kom bërë duetin me Adelinë nuk kem paraqit me duet. Cila është arsyeja që Zani zgjodhi një reper për të sjellur një këngë ndryshe nga stili i saj? E ftoi Zamfina Noizën apo Noizë Zamfinën? Po ta kisha bu me një femën që nuk i shkon shumë e çuditshme, i shkon problem me gjetë një femën e cila kish pranu me bërë duet me mua, se s'besa se ona që kish pranu. Kombinimi çuditshëm në shikim të parë, por kënga që do të vijë nga këta duket të jetë e zakonshme. Është këngë me nota dhe me shkronja me tekst. Jo, po vajgore, kënga është pak më shumë ka stili Noizit, është stil që është shumë në trend për momentin edhe që po ndëgjohet. Kënga po punohet kryesisht nga të rinj që janë pjesë e labelit të Nozit në Shqipëri. Pasi e tëra të jetë gati, klipi do të jetë hapi tjetër i kësaj dyshe. Mendoj se teksti ka me na i diktu shumë këngën, në këtë rast spotin, se kemi një tekst më ndryshe prej atyre që ka jemi mësuar me ndëgju, nuk është tekst që flet vetëm për dashuri mes dy personave, po tekst me një temë pak më sociale. Okej, Zana ka pas premier spotin, thanë do të Nozit temë. Sigur do t'ja u jap juve për premier, se të marr parasysh në emisione të showbizit më i shikimi, më i klikumi, tjera do t'ja u jap. Edhe një tjetër duet që po duket të jetë interesant, Afrodita Dresha featuring Lumi B nga Chaos, këngë që sipas producentit Blero mendohet të jetë mjaft e nxehtë sa përket verës. Mbetet ta ndëgjojmë. Afrodita u dal gong, domethënë diva dhe Lumi u dal tamam reperit që është që meriton vani kur ka si reper, edhe me energjinë që ka. Kështu që kom pa një bashkim mes tyre dyve edhe një bashkëpunim shumë të mirë, po më përfundu. Se ka pas një këngë me vasi, po jo si kurrë. Nuk do të kishte kuptim kjo këngë apo ky bashkëpunim pa videoklip. Ata vjen me një nxjerrime videoklipit shumë shpejt, edhe besoj që i ka më dalë një klip i mirë, edhe besoj që ka më pëlqy, se ka një energji të mirë, është shumë verë edhe speciale për shumë kerë ose në diskotekë. I vlera këna pas premierë, ikë me këne. Ideja thjesht duna ne me forma vritën me Lumin, po
Amër me që po. Ato që sa po kanë dalë e po vazhdojnë të rritët numri i klikimeve në YouTube janë Elvana Gjata dhe MC Kresha, Gena dhe Flori. 2x2 dhe Bruno, e të tjerë. Bashkëpunime sa të duash, dikush më herët, dikush më vonë, dikush po dhez e dikujt as tymi nuk po ju vrehet. Cili do ta ketë primarin e megahitit për këtë verë mbetet të presi muajt e radhës. Përveç tyre që i pa me i ndëgjuam, prive ju njofton edhe për tisa bashkëpunime tjera. Jonida Mariqi do të realizojë këngë me Big Basta, reperi Kozman së bashku me Tunën. Më pas me Skivi Skills dhe gjithë labelin Baba Stars, Gjira dhe Argentina Ramosaj, Flori Mumajese dhe Argentina, e me siguri edhe shumë të tjerë. Kjo verë ndoshta do të jetë më nxehtë sa e përket këngëve, e jo shijojeni.